Më kujtohet gjatë qëndrimit në Egjipt, kisha rastin që më tepër të jem, domethënë, për shkak se natyra e mësimit ishte e tillë në studimet postdiplomike. Ashtu ishte natyra e mësimit, nuk isha i angazhuar me prezantim në ligjërata sikurse ishte kur ishim në Medinë. Andaj kisha më tepër kohë të jem në shtëpi. Apo edhe pastaj familja ishte në proces mësimor, gruaja mësim, fëmia ishin mësim, isha një kohë më gjatë vetë në shtëpi. Kisha kohë më marr me do punë pak më tepër që ndoshta s'kisha pas kohë më herët, ose se kisha ditë që duhet të marr me to. Edhe në kuadër të këtij angazhimi, ndëgjoja ligjëratat e dietar të njohur Muhammed Hussein Jakubit. Ndër ata që i ndëgjoja, edhe ata e ndëgjoja, jo të vetmin. Edhe mbron dorë, do të thotë një seri ligjërata që kishte mbajt, 4 ligjërata. Kujtohet se sot. Ishte goditje e madhe. Për mua s'po. Ai cikli ligjërata quhet Hel Anta, 3 pika. Ajeti. Pastaj i kishte për ajeti kafir, ajeti munafik, ajeti fasik, ajeti mëkatar. Këto 4 domthon terme goditje po. Po edhe ai tash, ai subhanallah, a ke pyet ndonjë vetëm në atë kuptim jo të tani më fut vezvese. Jo më fut njëri larg asaj. Po ai ka trajtuar të mrekullueshëm. Apo ajeti kë. Unë s'po them ti. Ti shifë. Jo, ti shifë ajeti. E thash, unë kur se kam pyet vetën time, ajo munafik. S'm ka rënë kjo pyetje fare. Apo a muna me kon hipokrit, a muna me qenë. Dhe ai pastaj thot, unë nuk po e përmend emrin ton, as emrin e këtij, nuk kemi të bëjmë me emra. Hajde të shikojmë shariati kë e trajton si munafik. Fetarisht, kush është munafik? Kësaj është baza. Ne duhet të përshtatemi versionin shariatik, jo të përshtatemi shariatin vetes ton. Apo dhe kur i dëgjon do fjalë, i dëgjon disa gjykime shariatit për munafikun, dhe e kupton pse ashabët e pejgamberit sa më tepër që janë friksuar ka qenë nifak. Ka se më vetë është problematik. Apo dhe shënjë se sa ka këso pyetjesh që duhet bërë vetes së tij. A jam unë ky? A jam unë si ky? No, mos jam unë një version pak më tjetër i këtij munafiku, po ndryshe pak, mos jam unë. Andaj gafleti njerëzve për të marrë me këto punë, të i kalimi i kësoj fazë të rëndësishme të ballafaqimit të vetvetes me të vërtetat shariatike, ka bërë që njerëzit të rinë sigurt nga shirku, nga kufri, nga nifaku. Ne kemi probleme me shikimin, me katët vogla, po nuk po muna bash ndoshta mu koncentru në namaz. Kam problem namaz natën, a ke shku shumë përpara. Allah, a ke vetë në një vetën tënë, mos ka problem dikun me ka në shirk dikun të ti. Mos po them, nuk po du me larga saj. Nuk po du që të jo. Po du që nuk po du me konë komplet sigurt. Tash Ibrahimi alayhis salam, Allahu e ka lutur që Allahu ta ruan për shirkut. Baba i tauhidit. Njeriu që pe ti ka bërë këtë pejgambert, ai duan e ti ka thonë, o Zot, largo mua, wa baniya, wajnubni wa baniya na'budu al-asnam. Që mos ti adhurim idhull. Allah ka thonë Ibrahim alayhis salam, men ya'man ba'da al-khalil. Kush guxon të jetë i sigurt pas Khalilit? Kush guxon thot unë se për këtë nifakut, kjo është temë e mbyllur për mua, dosje e mbyllur, nuk mirë me të fare. A konsiderojmë ne shirkun me këtë kuptimet e tij, të fshehura, të hapura, të vogla, të mëdha, me gjitha kuptimet e tij, a konsiderojmë ne temë të mbyllur? Nga ajo që na e dim veten tonë musliman, po. Apo cila është dosje e hapur e përmirësimit tash? Ne kemi shumë dosje për të përmirësuar. Kemi probleme të hapura. Kjo duhet më mbyll. Ne kemi mbyll shirkun, e kemi mbyll kufrin, e kemi mbyll nifakun, e kemi mbyll bidatin, e kemi mbyll këtë, e kemi mbyll. Çka ka mbet të hapur? Pak do që ka mbet do punë të hapura që ti nëse shë, na jemi mi ashab. Me dosje. Apo, për shembull, se normal. Normal Ibn Umar ka pas të hapur dosjen e nifakut, ose kam unë një ma jam mësuar se domethënë. Unë kam kaluar në Londë. A janë në klasë të parë? Mirë me nifak, jo, në klasë 3. Këtë lëndë më kalu. Bele mund t'i dho leksioni Ibn Umarit si me kalu prohibimin në nifak.
Kjo është ai defekti. Shembujt e shumë që janë të kësaj natyre. Që jam me kuptuar që ka dalë Allah. Ku janë punët e zemrës? Ku është roli i zemrës në jetën e përditshme? Ku është? Ku rrin zemra jote? Pejgamberi ja ka saktuar nivelin e zemrës. Nuk mund të ajo lidh ku dushti. Duhet të jetë e varur zemra, duhet të jetë e varur dikun. Veshit e ti varur dikun. A janë varur ku duhet? A i ke kry këtë varëse tua? A ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njeriu, për 7 persona që do të jenë në hijen e Allahut, a ditë kur s'ka hije tjetër, ka thënë rajulun qalbuhu, njëri që zemrën ku e ka lidh. E ka lidh në xhami. Zemrën e ka në xhami, te ibadeti Allahu xhallahu ala. Në zemrën është lidh ku gjithkohë. Zemra është lidhur në treg, është e lidhur në telefon, është e lidhur duhet me hek pe aty me varr diku tjetër. Don zemra jote ende nuk është varr ku duhet. Nuk është e varur ku duhet, zemra. Mos las për gjuhën, mos las për veshin. A kemi nevojë për marr për të punë. Dikush e ka kaluar, ka varr zemrën në xhami. Alhamdulillah, vazhdo tash varë syrin ku duhet. Vazhdo me tutje. Mirë, po kemi mbetur don të shkapërdhur fatkeqësisht në shumë mejdane ku nuk duhet të jemi të shkapërdhur dhe rrim pothuajse këtë në punë kemi kryer provimet, kemi magjistru, kemi doktoru, tash na ju tregojmë njerëzve leksione se si mbyllen dosjet e pambyllura dhe problemet e edukimit. Dhe kjo është padyshim një shembull, po më i përgjithshëm, po më që shumë konkret që jep me kuptuar defektin në këtë drejtim.